Si shpjegohet që Ina shpëtoi mbrëm dhe mbëri përshtypje që ishte banorja që 90% nuk e donin? Shiko, tani publiku sigurisht voton, po ka edhe një lloj strategjie, siç e tha dhe Olta Gixhari tek i Kosovës, që unë nuk e di ju qofshi si e nxorët këtë. Edhe e di që në përgjithësi e ka si praktik Kosova që në bazë të votimeve nxjerr. Ajo e ka bërë veten intrigante Ina në momentin që tha, edhe si besoj kesit, se vjen një moment këtu brenda që s'ke kujt i besosh. Pra, e ka lënë brenda sepse ka djemë dhe vajza që duhet krijojnë dinamika, historira, gjëra të brenda. Kështu që ndoshta ajo është dashur që ka i piperi asaj. Është se mua s'më pëlqen, po mua nuk më pëlqejnë të dy ata. Çfarë do ndodhin mes tyre? Ka asnjë gjë s'ka për të ndodhur sepse nuk besoj se intereson publikun. Nuk i intereson, i ka parë aq më tepër të dy, kanë një gjuhë aq të ulët, nuk di them se kjo rini për të fituar pak famë duhet të shkojë te kjo gjëja e rëndom. Por nuk më thonë gjë dhe si personazhe. Megjithatë, boshti i shtëpisë mbetet ai që ka qenë. Miri, Selin, Matteo dhe Brikena. Brikena dhe Kristi.